biznesi yt ka potencial të rritet shumë më tepër. Por çfarë të ndalon ty të arrish këtë? Një metodë e re e bazuar në sistemet e suksesit do të ndihmojë që ti të arrish të gjesh shkakun e ndalimit të suksesit tënd në biznesin tënd. Ndërmjet kësaj metode të përkryer, mund të arrish ekuilibrin e balancën në biznesin tënd dhe të rritësh të gjitha ato që ti dëshiron të rritësh. Je pronar biznesi? Eja të zbulojmë së bashku cilat janë bllokimet tek biznesi yt pikërisht që ti mund të sjellësh më shumë fitime në biznes. Për këtë, komento sukses poshtë videos, më ndiq për më tepër video ose kërko të kontaktosh me mua tek telefoni 0030 699 321 46 37 për një analizë më konkrete çfarë pikërisht bën kjo metoda e re për biznesin tënd. Dhe jo vetëm. Ju mirëpres të gjithëve me dashuri. Çdo gjë mund të ndryshojë nëse ti merr vendimin e ndryshimit në jetën tënde dhe në biznesin tënd. Faleminderit. Jam Merita Cake, terapiste energjike dhe trajnere e zhvillimit personal në individ dhe në grupe. Gjithashtu jam shkrimtare e 4 librave që të ndihmojnë për zhvillimin personal dhe metodës për lirimin e fobive dhe të frikrave kryesore që kemi në jetën tonë që nuk na lejojnë për të bërë jetën ashtu si e dëshirojmë. Gjithashtu jam sintonistria e metodës më të re që është sjell nga ana ime në Shqipëri për herë të parë para 2 vjetëve të sistemit përfaqësik, se çdo gjë që nuk është në sistem nuk mund të kalojë mirë. Por përdite më shumë në trajnime të ndryshme që bëj me terapistë dhe mësues dhe trajnerë të tjerë në gjithë vendet e botës, metoda dhe vegla më të reja vinë në jetën tonë. Të gjitha këto dua që t'i ndaj me popullin tim, me bashkëdërtarët e mi dhe me të gjithë ju pronarët e biznesit që Shqipëria jonë të lullëzoj. Po lullëzimi fillon dhe nga brenda nesh. Prandaj, ju mirëpres të gjithëve në individ dhe në kolektiv të bëjmë gjëra të bukura për veten tonë dhe për Shqipërinë tonë të bukur. Ju dua shumë, ju falenderoj dhe jam mirënjohëse për të gjithë ju personat që më ndiqni për videot, në YouTube, në TikTok dhe në rrjetet sociale dhe nga televizioni shqiptar. Ju dua shumë, ju falenderoj.